Tragjedia që ndodhi në Iran, babai vrau vajzën pasi ajo i tregoi nënës se ai po e tradhtonte. Një ngjarje tronditse ka ndodhur në një qytet iranian, Islamshahr, ku një vajzë 18 vjeçare, Fateme Soltani, u vra barbarisht nga babai i saj. Mediat lokale raportojnë se vajza u vra pasi kishte treguar nënës së saj se babai po e tradhtonte. Fateme, e cila punonte fshehurazi në një sallon bukurie nga frika e tjatit. Sipas raportimeve, babai i saj arriti të zbulonte vendin ku punonte vajza, duke rezervuar një takim përmes numrit publikuar në Instagramin e sallonit. Kur vajza kuptoi se klienti i ardhshëm ishte pikërisht babai i saj, alarmuar, i telefonoi nënës së saj për ndihmë. Krimi makabër ndodhi në pragun e sallonit bukurisë përpara syve të kalimtarëve të rastit. Pamjet e kamerave të sigurisë publikuara nga mediat kanë treguar momentin kur babai i saj del nga makina, e zvarit vajzën për tokë, e rrëzon dhe e therr disa herë me thik.